Në këtë skenë të re të serialit Rënia e Mbretit, Kenan përballet me Banun për shkak të ngjarjes që lidhet me Fatin. Ai është i qartë që nuk dëshiron të dëgjojë më asgjë rreth problemeve që kanë të bëjnë me të dhe kërkon përgjigje. Banu përpiqet të shpjegojë situatën dhe i kujton Kenanit se ajo e njeh prej shumë vitesh. Ajo këmbgul se nuk ka bërë asgjë të gabuar dhe se gjithçka që ka bërë ka qenë vetëm në kuadër të punës së saj. Por Kenan nuk duket as pak i bindur. Banu i shpjegon se klubi ka reputacion dhe rregullat e veta, dhe se ajo thjesht po përpiqet të bëjë detyrën e saj dhe të mbrojë mënyrën se si funksionon klubi. Megjithatë, Kenan nuk dëshiron më justifikime. Ai jep një mesazh të prerë, të mos merret më me çështjen e Fadit dhe të përqendrohet vetëm te puna e saj. Por çfarë ka ndodhur në të vërtetë me Fadin? Pse Kenani është kaq i shqetësuar dhe pse nuk dëshiron të dëgjojë më asnjë shpjegim? Pas përplasjes së Banus me Kenanin, Fikreti e kupton menjëherë se ajo është e lënduar dhe e shqetësuar. Ai e gjen Banun në një moment të dobët dhe nis një bisedë me të. Fikreti e pyet nëse është mirë dhe vëren se ajo ka qarë. Banu i tregon se është e mërzitur, ndërsa Fikreti i bën të ditur se ka dëgjuar bisedën e saj me Kenanin. Ai e pranon se Kenan ndonjëherë mund të jetë i pamëshirshëm, por mendon se ajo nuk e meriton mënyrën se si u trajtua. Banu këmbgul se ajo thjesht po përpiqej të bënte punën e saj. Pikërisht këtu Fikreti sheh mundësinë për të përfituar nga situata. Ai thotë se askush nuk është i paprekshëm dhe se ajo që i është bërë duhet të ketë një kundërpërgjigje. Por propozimi i Fikretit është edhe më interesant. Ti do të më ndihmosh mua dhe unë do të ndihmoj ty. Ai e siguron Banun se nuk ka pse të shqetësohet, sepse askush nuk i ka dëgjuar dhe gjithçka që do të flasin do të mbetet mes tyre. Por çfarë po planifikon në të vërtetë Fikreti? A do të pranoj Banu këtë marrëveshje dhe a do të përdoret zemërimi i saj ndaj Kenanit për të nisur një lojë të re kundër tij? Ndërsa në këtë skenë tjetër, Handan dhe Kenan përballen me një bisedë ku dalin në pak shumë të vërteta të fshehura. Handan i tregon Kenanit se Ozlem tashmë di gjithçka, nga ardhja e saj pas martesës deri tek muaji i mjaltit. Por pyetja që lind është, kush ja ka treguar të gjitha këto? Kenan dyshon se Handan mund t'ja ketë treguar diçka, por ajo e mohon dhe i thot se ajo me siguri ka zbuluar vetë duke hetuar. Megjithatë, Handan ka ardhur për t'i treguar diçka të rëndësishme, por sërish Kenani ka qenë tepër i zen për të. Më pas, del në pa e vërteta për darkën. Handan mendonte se Kenani e kishte ftuar, por në të vërtetë ishte Ozlemi ajo që kishte organizuar gjithçka. Ozlem dyshon se mes Handanit dhe Kenanit ka diçka më shumë dhe ka përgatitur këtë situatë për ta vërtetuar. Kenan është i qartë, nuk ka asgjë mes tij dhe Handanit, por Handan nuk është gati ta mbyll bisedën kaq lehtë. Ajo i bën Kenanit një pyetje që e vendos përballë vetes. Nëse ti mendove se më kishe ftuar për darkë, atëherë pse nuk erdhe? Handan i kujton se ai nuk u shfaq në takim, ndërsa ajo ishte aty. Për të kjo është një shenjë se historia e tyre ka përfunduar, por Kenani duket se ai di më mirë përgjigjen. Çfarë arsye fshihet pas mungesës së Kenanit në darkë? Apo përpiqet ai të largohet nga Handan, apo ka diçka tjetër që nuk po e tregon? Ditës tjetër, Ozlem telefonon papritur Handanin dhe biseda nis në mënyrë të çuditshme. Handan e pyet se çfarë dëshiron dhe pse po e telefonon, por fjalët e Ozlemit e bën situatën edhe më misterioze. Pas një momenti tensioni, Ozlemi thot Handanit vetëm pak fjalë, por ato kanë një kuptim shumë të madh. Ti fitove. Handan mbetet e befasuar dhe nuk kupton menjëherë se çfarë po përpiqet i thot Ozlemi. Ndërsa në klub, Kenan merr një telefonat që i ndryshon menjëherë gjendjen. Në anën tjetër të telefonit, një person e pyet nëse është Kenan Baran dhe më pas e pyet nëse Ozlemi është gruaja e tij. Kenani përgjigjet po, por nuk e imagjinon dot lajmin që do të dëgjojë më pas. Ai njoftohet se makina e Ozlemit është gjetur e braktisur në një zonë pyjore. Ky informacion e trondit Kenanin. Ku është Ozlemi? Çfarë i ka ndodhur? Pse makina e saj është gjetur e braktisur në mes të pyllit dhe mbi të gjitha, a është Ozlem në rrezik? Një telefonat e zakonshme shndrohet në një makt për Kenanin. Tani ai duhet të zbulojë sa më shpejt se çfarë ka ndodhur me gruan e tij.